Dalin detaje të reja nga atentati ndodhur mbrëmjen e 17 prillit në Tiranë, ku mbeton të plagosur 4 persona. Mes të tjerëve, një qytetar i rastësishëm i ka shpëtuar për pak një breshëri e plumbash. I riu, që ndodhej duke lëvizur paralelisht me mjetin tip G-klas në momentin e sulmit, po udhëtonte me makinën e tij tip Ford. Ai ka pësuar dëmtime në automjet, pasi një plumb goditi kolonën e derës së makinës së tij. Nga frika është larguar me shpejtësi dhe është strehuar në parkimin e një qendre tregtare, ku më pas ka njoftuar policin për atë që kishte ndodhur. Policia i ka marrë dëshmin të riut, i cili edhe pse ishte dëshmitar okular, ka deklaruar se nuk arriti të identifikojë autorët për shkak të shpejtësisë me të cilën ndodhi ngjarja dhe largimit të menjëhershëm të tij nga vendi i atentatit. Ndërkohë, krahas pistës së një nga rrethëse të mundshme, policia dhe prokuroria e Tiranës po shqyrtojnë edhe një tjetër pistë që lidhet me një konflikt të mundshëm të pronave të kompanisë së sigurisë fizike Pelikani Security, duke hetuar mbi mosmarrëveshje të mëparshme që ata mund të kenë pasur. Kjo pistë është forcuar edhe më shumë, pasi pak orë pas atentatit në Tiranë, në Lezhë u vra babai Roam Brahimit, bashkëshorti i një prej personave të lidhur me njërin prej viktimave. Bashkëshortja e Ibrahimit është marrë në pyetje, por ka deklaruar se nuk ka dieni as për autorët e vrasjes së vjerrit të saj e as për ngjarjen në Tiranë. Ajo ka theksuar se në momentin e atentatit ndodhej në Milot dhe ka mohuar të ketë konflikte personale, edhe pse nuk ka përjashtuar përplasjet që mund të ketë pasur bashkëshorti i saj. Sipas të dhënave paraprake, autorët dyshohet se kanë qëndruar për një kohë të gjatë në prit pranë zonës ku ndodhi atentati, duke u fshehur pas një gardhi metalik që i kishin dëmtuar më herët për të krijuar vendstrehim. Pas atentatit, autorët janë larguar me një motor Ducati në drejtim të Elbasanit, ku më pas kanë humbur gjurmët. Në vendin e ngjarjes, policia ka sekuestruar 33 gëzhoja, ndërsa 9 plumba goditën makinën G-klas dhe një tjetër plumb makinën Ford të qytetarit të rastësishëm. Deri më tani janë shoqëruar disa persona me precedent penal, por as marrja e tyre në pyetje dhe as hetimet e deritanishme nuk kanë çuar ende në identifikimin e autorëve të atentatit. Policia po vijon punën intensive për zbardhjen e plotë të ngjarjes.